5 lopët dhe 2 viçat e konfiskuar dje prej stacionit policor në Çuçer Sandevu transferuan në një thertore në Studeniçan, ku edhe kanë kaluar natën. Pronari tha se arsyeja e transferimit, siç kanë thënë autoritetet, ishte mungesa e hapësirës në stacion. Ai këmbgul se posedon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe kërkon që të kthejë lopët e konfiskuara, ndërsa nënvizon se do të fillojë edhe procedurë gjyqësore, me çka ka angazhuar edhe avokat. Jo, mu më kanë zonë ka 1 ora ditës, më kanë majtë stacion njerin 10 natës. Masen 10 natës, i kom thonë unë nuk i qoj kurkun lopët. Unë që të rrinë stacion nuk i qoj kurkun. Jo, më kanë thonë, mora du të mi qu ti, se s'kina një transport, më du të mi qu, te mishtoria Gjeza i kom qu lopët. I kom lo... Thot, taj du të mi qu se s'kina kom i majtë një lopët. Edhe i kanë transferu ati te mishtoria Gjeza. Ku është mishtoria Gjeza? Në fshatin Studeniçan. I kanë thirë, mase patrollat e qera, i kanë thirë policijës, edhe i kanë shlu dritën edhe më kanë qu njerë stacion, njerë të Gjeza në Studeniçan. Advokatat i kumë thirë, advokatat du të mi qu qëtash dokumentat, advokati do mirët me këtë. Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sqarojnë se konfiskimi është kryer për shkak se personi që i ka transportuar kafshët nuk e ka poseduar dokumentacionin e nevojshëm. Nga agjencia thonë se ndaj kryerësit në mënyrë shtesë do të ngrihet procedurë përkatëse kundër vajtëse. Kafshët janë konfiskuar sepse për to personi që i ka transportuar nuk ka pasur certifikat valide për gjendjen shëndetësore të kafshëve, ndërsa pasaport ka pasur vetëm për njërën kafshë, dokumente që janë të obligueshme gjatë transportimit të lëvizjes së kafshëve. Një pjesë e kafshëve ishte identifikuar në mënyrën e duhur me etiketa në vesh, një pjesë jo. Kafshët janë konfiskuar një ditë më parë teksa pronari i cili thotë se sapo i kishte bler, po i transportonte ato për në fshatin e tij në Blac.